Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Vendoseni qepën në dorë dhe mbajeni 5 minuta. Kjo recetë trajton çdo problem shëndetësor. Të gjithë ne kemi dëgjuar të flitet për qepën dhe për vlerat e saj kurative natyrore. Ndoshta disa nga ju e dinë se qepa është shumë e mirë për shëndetin, por disa ndoshta jo. Prandaj ne këtu do t'ju tregojmë disa prej problemeve shëndetësore të cilat munden që të trajtohen vetëm me qepë. Veshët e bllokuar. Duke përdorur një thik, hiqni qendrën e qepës dhe vendoseni në fillim të kanalit të veshit. Kujdes, mos e shtyni shumë brenda, lëreni të qëndrojë ashtu gjatë natës dhe kur të zgjoheni, dylli do të zbutet dhe do të jetë shumë e lehtë që të hiqet. Djegjet. Qepa është e dobishme edhe kur vjen puna tek djegjet. Prisni një qep në 2 pjesë dhe vendoseni gjysmën e saj në vendin e djegur. Ndërkohë, mbajini për 2 minuta dhe kështu ajo do të minimizojë dhimbjen dhe gjithashtu do të zbutë djegjet. Normalizon edhe temperaturën e trupit. Sipas ekspertëve, ju duhet të dini se nëse keni një temperaturë të lartë trupore, atëherë prisni një qep në copa të vogla dhe vendoseni atë në çorape. Kjo është mënyra më e mirë natyrore për të ulur temperaturën tuaj. Eliminimi i toksinave. Hani her pas here një qep të freskët. Kjo këshill gjithashtu mund të jetë e thjeshtë, por ajo është një nga më të rëndësishmet kur vjen puna për të eliminuar të gjitha toksinat nga trupi juaj. Kundër pickimit të bletëve. Këto pickime munden që të jenë shumë të rrezikshme, veçanërisht në qoftë se ju jeni alergjik ndaj bletëve ose grenzave. Mos u friksoni në një situatë si kjo. Merrni menjëherë një qep të shtypur ose të grirë në rende dhe vendoseni atë në vendin e lënduar. Qepa është një nga elementët bazë të gatimit dhe sigurisht që trupi juaj merr shumë përfitime prej saj. Ne këtu do t'ju tregojmë se çfarë i ndodh trupit tuaj nëse hani më shumë qep se sa normalisht. Qepa juaj gjithashtu do të përmirësojë dendësinë tuaj kockore. Ndërkohë, qepa, sado e çuditshme të tingëllojë, është zbuluar se mund të ketë një efekt pozitiv në dendësinë tuaj të kockave. Ngrënia e një qepe në ditë për plot një muaj rresht thuhet se rrit dendësinë e kockave me 5% në krahasim me ata të cilët nuk e hanë. Ndërkohë, qepa ul edhe nivelet e kolesterolit të keq dhe e mban në zemrën tuaj sa më të shëndetshme. Të larta në veti antiinflamatore qepët të zvogëlojnë kolesterolin e keq, i cili gjithashtu është i pranishëm në trupin tuaj. Një nivel i ulët i kolesterolit gjithashtu mundet që të zvogëlojë rrezikun e sëmundjeve koronare dhe nga ana tjetër e mban në zemrën tuaj shumë më të shëndetshme. Qepa stimulon edhe tretjen. Qepët janë të pasura plot me fibra, përshpejtojnë gjithashtu tretjen e duhur dhe nga ana tjetër, përveç kësaj, ajo gjithashtu rrit edhe prodhimin e baktereve të mira në zorrët tuaja duke e bërë akoma dhe më të lehtë procesin e tretjes tuaj. Qepa zvogëlon edhe dëmtimin e qelizave dhe nga ana tjetër, ajo rrit antioksidantët. Qepët janë shtëpia e 25 llojeve të ndryshme të antioksidantëve të cilët janë po aq të mirë për trupin ton. Jo vetëm që antioksidantët na mbajnë larg sëmundjeve të caktuara, por ata gjithashtu parandalojnë edhe dëmtimin e qelizave. Ndërkohë nga ana tjetër qepët përmirësojnë shikimin dhe shëndetin tuaj oral. Qepët vrasin bakteret e këqija të cilat janë të pranishme në gojë dhe gjithashtu përmirësojnë higjienën orale. Karakteristikat e tyre antimikrobike gjithashtu munden që të forcojnë edhe dhëmbët tuaj.
Ndërkohë, sipas ekspertëve, ju duhet të dini se ato përmbajnë quercetin e cila lufton kataraktin dhe i mban sytë tuaj sa më të shëndetshëm. Sipas ekspertëve, qepa ju ndihmon ju që të flini akoma dhe më mirë natën. Kërkimet të bëra nga Universiteti i Colorados kanë sugjeruar se konsumimi i qepëve mundet që të sjellë përmirësime në cilësinë tuaj të gjumit. Ato kanë gjithashtu fibra dietike dhe nga ana tjetër promovojnë një shëndet mjaft të mirë të zorrëve dhe gjithashtu munden që të lehtësojnë edhe stresin tuaj dhe promovojnë një shëndet të mirë në përgjithësi. Qepa gjithashtu lufton edhe plakjen. Të pasura me vitamina A, C dhe E, qepët munden që të ndihmojnë të arrini lëkurën tuaj të përsosur dhe të pastër me shkëlqimin që ju dëshironi. Ajo gjithashtu mundet njëkohësisht që të zvogëloj edhe puçrat tuaja. Ndërkohë, qepa ka edhe përdorime të tjera shëndetësore, duke filluar që nga kolla. Qërojeni qepën dhe ndajeni atë në 2 pjesë të barabarta. Në secilën gjysmë hidhni një lug çaj me sheqer kaf dhe mbulojeni dhe lëreni atë që të rrijë kështu për disa orë. Më pas ju mund të hani qepët e karamelizuara 2 herë në ditë. Ajo do të zbusë kollën, do të luftojë inflamacionin dhe do të pastrojë organizmin tuaj. Kundër pickimit të insekteve. Qepa përdoret me efikasitet kundër pickimit të insekteve dhe njëkohësisht kundër inflamacionit. Mjafton që ju të përdorni lëng të freskët qepe në zonën e pickuar për të shuar irritimin. Të villat. Grijeni qepën dhe më pas copat e imta futeni në një nap. Shtrydheni atë dhe kështu ju do të përfitoni lëngun. Nga ana tjetër përgatisni çajin energjiku. Çdo ditë konsumoni 2 lugë çaj me lëng qepe dhe pas 5 minutash 2 lugë çaj nga çaji i energjikut. Këtë kur ju mundet që ta përsërisni derisa të villat të jenë larguar. Të djegurat e lehta. Aplikimi i lëngut të qepës në lëkurë gjithashtu ndihmon kundër të djegurave të lehta dhe sigurisht të atyre nga dielli. Ky lëng gjithashtu parandalon edhe çdo infeksion të mundshëm. Fyti. Sipas të dhënave, lëkura e qepëve mund që të zihet dhe me lëngun e tyre ju të bëni gargar për të qetësuar acarimin e fytit. Rënja e flokëve. Zjeni një qepë dhe me ujin e saj shpëlajni flokët përpara se t'i lani me shampo. Një gjë e tillë do të parandalojë njëkohësisht edhe rënjen e flokëve dhe gjithashtu ajo do të eliminojë edhe zbokthin tuaj si edhe do të rrisë flokët. Nga ana tjetër, qepa sjell mjaft përfitime edhe për pastrimin e ajrit. Sipas ekspertëve, merrni një qepë dhe ndajeni atë në copa dhe më pas shpërndajeni atë në disa zona të shtëpisë tuaj. Copat e qepës do të përthithin gjithashtu toksinat e ajrit dhe nga ana tjetër do ta pastrojnë atë. Prandaj gjithmonë siguroni që ta përfshini qepën në përdorimet tuaja të përditshme, pasi përfitimet që ju do të keni prej saj janë me të vërtetë mbresëlënëse dhe mjaft efikase për shëndetin. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!